Ti do të fitosh. Po, e dëgjove mirë, ti do të fitosh. Ndoshta po mendon, çfarë do të fitoj? Do të fitosh në jetë. Do të fitosh në ëndrat e tua. Do të fitosh duke u bërë versioni i njeriut që gjithmonë ke dashur të jesh. Por dua të jem i sinqert me ty. Nuk do të jetë e lehtë. Do të jetë e vështirë. Do të ketë sfida. Do të ketë momente kur do të ndihesh i lodhur, i humbur, ndoshta edhe i dorëzuar. Por pikërisht kjo është arsyeja pse do të fitosh. Sepse fituesit nuk lindin, ata krijohen. Ata formohen në momentet e vështira. Në momentet kur të tjerët ndalen, ata vazhdojnë. Ti ke brenda vetes atë zjarr. Ajo ndjenjë që të thotë, unë dua më shumë nga jeta. Kjo është bileta jote drejt suksesit. Tani dua të mendosh për një moment. Imagjino veten pas 5 vitesh. Ku je? Si duket jeta jote? Si ndihesh? A je duke jetuar jetën që ke ëndërruar apo je ende në të njëjtin vend, duke pyetur veten ku kaloi koha? Zgjedhja është e jotja. Fitimi nuk është vetëm para, shtëpi apo makina. Fitimi është të bëhesh më i mirë çdo ditë. Të rritesh. Të mësosh. Të jesh krenar për veten kur shikon në pasqyrë. Por ja e vërteta. Fitimi nuk ndodh rastësisht. Është zgjedhje. Është vendim. Është mënyrë jetese. Nëse do të fitosh, duhet të kesh një qëllim të qartë. Të dish ku po shkon. Sepse nëse nuk e di ku po shkon, çdo rrugë të çon diku, por jo aty ku dëshiron. Shkruaj qëllimin tënd. Bëje real. Pastaj krijo një plan. Ndaje në hapa të vegjël. Dhe më e rëndësishmja, vepro. Mos prit momentin perfekt. Nuk ekziston. Filosof. Fillo tani. Sepse nuk duhet të jesh i shkëlqyer për të filluar, por duhet të fillosh që të bëhesh i shkëlqyer. Do të ketë ditë kur nuk do të kesh dëshirë. Do të ketë ditë kur do të duash të heqësh dorë. Por fituesit vazhdojnë gjithsesi. Disiplina është kura mes ëndrave dhe realitetit. Sa më shumë e përdor, aq më e fortë bëhet. Mos ndalo së mësuari. Mos ndalo së rrituri. Sepse sa më shumë mëson, aq më shumë vlerë krijon. Dhe aq më shumë arrin. Dhe dëgjo mirë këtë, dështimi nuk është fundi. Është pjesë e suksesit. Çdo dështim të mëson diçka. Çdo pengesë të forcon. Mos e shiko si arsye për të ndalur, por si arsye për të vazhduar më fort. Qëndrimi yt është gjithçka. Ti zgjedh si reagon. Ti zgjedh si e sheh jetën. Jeta është 10% ajo që ndodh dhe 90% si reagon ndaj saj. Prandaj zgjidh të jesh pozitiv. Zgjidh të besosh. Mos harro edhe një gjë të rëndësishme. Suksesi nuk ka vlerë nëse nuk ke paqe. Kujdesu për veten. Për trupin, për mendjen, për shpirtin, dhe mbi të gjitha jep. Sepse lumturia e vërtet vjen nga ajo që jep, jo vetëm nga ajo që merr. Mos u dorëzo. Shumë njerëz heqin dorë shumë shpejt. Por jo ti vazhdon. Ti këmbëngull. Sepse e di që mrekullia shpesh vjen pikërisht në momentin kur mendon të dorëzohesh. Mendja jote është si një kopsht. Çfarë mbjell atë kohë mbille me besim, me vizion, me mendime të fuqishme. Sepse ajo që mendon bëhesh, ajo që beson arrin. Dhe mos e nëmbvlerëso fuqinë e veprimeve të vogla. Janë gjërat e vogla çdo ditë që krijojnë rezultate të mëdha. Merr përgjegjësi për jetën tënde. Mos fajso të tjerët. Mos prik që dikush të vijë të shpëtojë. Ti je përgjegjës. Dhe kjo është fuqia jote. Rrethoje veten me njerëzit e duhur. Ata që të ngrejnë. Ata që besojnë në ty dhe mos harro mirënjohjen. Ji mirënjohës për atë që ke ndërsa punon për atë që dëshiron. Sepse mirënjohja tërheq më shumë bekime në jetën tënde. Fokusoju asaj që ka rëndësi. Mos shpërqendro energjinë. Vendos prioritetet. Dhe jep maksimumin aty ku ka vlerë. Dhe në fund, mbaje mend këtë, ti do të fitosh. Jo sepse është e lehtë, por sepse ti nuk dorëzohesh. Ti do të fitosh sepse beson. Sepse vepron.
sepse vazhdon. Ti ke madhështi brenda vetes. Dhe është koha ta jetosh atë. Dil atje dhe fito. Sepse ti mundesh. Sepse ti do, sepse ti je i destinuar për më shumë. Dil atje dhe fito. Sepse ti mundesh. Sepse ti do, sepse ti je i destinuar për më shumë. Dhe nëse kjo video të preku, nëse ndjeve diçka brenda vetes që u zgjua më ndiq për më shumë mesazhe si ky, shkruaj në komente. Unë do të fitoj nëse je gati të marrësh kontrollin e jetës tënde. Dhe nëse ndjen që është koha për një nivel tjetër, nëse do të rritesh, të transformohesh dhe të jesh pjesë e një komuniteti që të ngre, atëherë bëhu pjesë e Young Power. Ky është vetëm fillimi.